E para një, kur dëgjove që kryeministri vendosi të dhunonte fondin e emergjencës për të bler bileta për një këngëtar. Cili ishte mendimi i parë që pata? Them të drejtën, nuk më bëri shumë përshtypje sepse kryeministri e ka treguar që çfarë dëshiron në këtë vend ta bëj, ai e bën dhe nuk pyet njeri. Pra nuk ishte ndonjë surprizë e madhe, dhe që shumë të rinj artistë rrin nga 5-6 vjet pranë teatrit, operës dhe baletit për të kërkuar punë, shfrytëzohen me honorare jashtëzakonisht ulta dhe nuk rifillojnë dot punë sepse nuk janë as patronazhista, por nuk janë as pjesë e partisë. Padyshim që këto fonde mund të ishin përdorur, siç e kanë thënë shumë, padyshim edhe gazetar apo njerëz të artit, mund të ishin përdorur për shumë gjëra që Shqipëria dhe shqiptarët kanë nevojë, sidomos për Akademinë e Arteve dhe për artin, sepse po shuhet dal nga dal prezenca e të rinjve që të studiojnë për muzikë. Impakti është shumë negativ dhe kuptohet që t'japësh 4.2 milion euro për një natë, sepse dhe të mendosh që mbas këtyre 4.2 milion euro ty do të gjenerojnë 100 milion euro më mbrapa, është absurde. Është vetëm vazhdimësia e gënjeshtrës së radhës. Pra duhet kuptojnë shqiptarët dhe ne bashkë me shqiptarët që kryeministri në 100 fjalë që përdor, fjali retorik politike, 99.9 i ka gënjeshtra. 1% e ka të vërtet, ajo 1% ai 1% që është si ai pickimi i Grerzës, tek ata njerëzit që e votojnë dhe janë të betuar për atë që ai do të mbajë ata. Mjafton t'i injektoj ata me një fjali dhe ai është në rregull. Por shteti më i varfër i Europës të paguaj 4.2 milion euro për një natë. Për bileta, për një pjesë biletave. Ore, Qa do të... Se ti ke bërë turne ndërkombëtare edhe me teatrin e operas. Si është ndikimi dhe financimi i aktiviteteve që përhapin kulturën shqiptare në vende të tjera, në festivale apo në organizime? Si funksionon? Së pari një, po e nis nga vetja, kur më kanë ftuar për të performuar një opera, së pari bëhet një kontratë me këngëtarin, me individin. Pra, këngëtarin ta heqim nuk ka lidhje fare me këto 4.2 milion euro. Po sigurisht. Së dyti, për të bërë një aktivitet, duhet të parashikosh mirë buxhetin tënd dhe aktivitetet që bëhen, nuk bëhen që ti përfitosh nga biletat dhe të fitosh para. Jo, ti duhet dalësh një jek me projektin që bën, nga sponsorat, nga projekti që ti e dorëzon Ministrinë e Kulturës, nga projekti që ti e dorëzon Bashkinë e Tiranës. Dhe në momentin që ti e shikon që projekti nuk e ka realizuar anën financiare që ti ke menduar, atëherë nuk ke pse e merr përsipër për ta vazhduar projektin. Pra do të thotë që ky është ka vizibilitet që këtu. Po, ky është një autogol që ka bërë kryeministri me Blendi me Ministrin e Kulturës, zotin Blendi Gonxhe. Por unë mendoj që ai këtë gjë e ka bërë për të parashikuar zgjedhjet lokale të vitit 2027, për të mbledhur ca para, për të mbledhur ca fonde dhe për ta bler votën më shtrenjtë. Sa më shumë fukarin ketë Shqipëria, aq më tepër do kenë nevojë për para njerëzit që të ushqejnë familjet e tyre. Kështu që ai thotë, një vot sa e kam unë sot, 200 euro, po e bëj 500 bursa, unë ja marr prap lekët këtyre. Bëj një aktivitet tjetër, ngrej një institucion tjetër, fut ca fondet emergjencave këte, fitoj ca miliona euro dhe i them shqiptarëve, hajde votoni, më jepni votën mua se unë ja u blej gjithëve tashti, nuk kam nevojë. Pra, do të thotë që ky bën këto aktivitete, jep këto fonde për mendimin tim edhe për zgjedhjet që janë duke ardhur, zgjedhjet lokale. Dhe e fundit fare, që ta mbyll se ndoshta e zgjata, mendoj që e ka kapur tashti dhe Ministrin e Kulturës dhe i ka thënë tashti do jesh ushtar jo i bindur, po do jesh ushtar i betuar të japësh jetën për mua, se me këtë lëvizje që unë bëra, unë të çoj në SPAK kur të dua unë.